Gjenial. Ju falemderit që respektuat stesën tonë të shoqatës mbështetje për të mbyllur bashkë një moment gëzimi dhe krenarie të ligjshme për një nga ngjarjet kulmore të historisë kombëtare dhe posaçërisht të historisë të trevës të Mytëqes, siç është 95 vjetori i shkollës së parë shqipe të Mytëqes, hapur në Libosh në gusht të vitit 1908. Duhet të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të falenderoj posaçërisht ata që kanë ardhur më nga larg, nga Lushnja, nga Fjeri dhe nga Libosha. Të falenderoj pranimin e drejtoreshës së arsimit të rrethit të Fierit, zonjës Adelina Rista, që na ka nderuar me pjesëmarrjen e saj, të zotit Misi Koçi, përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, që gjithashtu vjen këtu me një status të dyfish, duke qenë edhe bashkëvendos nga Mytëqes. Pavarësisht se nuk jemi të tërë në fushën e arsimit dhe veprimtarinë tonë të përditshme, ne kemi kënaqësinë të kemi pranimin e disa ish mësuesve, po gjithsesi në jetën e vet njeriu mbetet gjithnjë ish nxënës. Kështu që kemi një arsye të kujtojmë dhe të lumtojmë së bashku. Do t'i jap fjalën zotit Akim Sinani, mësues i merituar, një nga figurat e arsimit kombëtar dhe një nga punonjësit më afatgjat në dikaster, për të trajtuar temën kushtet social-historike të hapjes së shkollës së parë shqipe në Mytëqes. Vjetore me hapjes së shkollës së parë shqipe në Mytëqes, e cila ishte një rrezë në atë rësirë që bullore që kanon dhe vëndë të rësimit dhe rësimit osmane. Ne nderojmë dhe ndërsojmë mundin dhe sakrificat e gjitha tyre që me mençuri e trimëri përqafuan i dender i lindjes për zgjimin kombëtar dhe realizimin e kësaj vepre adetarie me vlerat të mëdha veçanërisht për zonën tonë. Hapja e shkollës shqipe në Libosh në 25 gusht 1908 kaloi nëpër një rrugë të gjatë plot mundime, sakrifica, pengesa, të sillnin kushtuesit osman dhe kleri që vepronte në vendin tonë. Shqiptarët, notëse nga popujt më të vjetër e më vital, ishin në të rrallët që nuk ishin shkrimin dhe shkollat e tyre, dhe që feja barazohej me kombin. Duke justifikuar kështu, edhe shkollat e huaja, gjë që ishte mjaft e rrezikshme, sepse siç teksone ririndasit tonë, një popull zhvillohet e përparon vetëm në gjuhën anëtare, ndryshe ai shuhet e vdes nga dalë, por sigur. Është fakt shumë interesant që populli i vogël ka dhënë smunduesve të vetë shumë njerëz të shtuar. Imperatrica Osmane 35 vezirë të mëdhenj, 20 komandantë të jeniqerëve, 10 mjeshtra që kanë ndërtuar disa nga mrekullitë e botës, dietarë, shkencëtarë, shkrimtarë e të tjerë. Nësa Greqisë, udhëheqësit më të rëndësishëm të revolucionit për çlirimit nga Perandoria Osmane. Po kështu edhe por kolonia e vogël shqiptare e Italisë i dha botës patë dhe Italisë kryeministrin e parë dhe një nga burrat më të shquar të kohës, Francesco Crispi. Madje ndonë se mund të duket e pabesueshme, siç shkruan e Kerem Blora, megjithatë është fare e vërtet që edhe sot në Turqi, shkruan ai, postet më të larta mbahen pothuajse tërësisht prej shqiptarëve. Por gjithë kjo pjellori shqiptare vazhdon autori, gjithë ky prodhim masiv njerëzish kaq të zot, nuk qenë veç se një eksport i papërgjegjshëm, për të cilit përfitonte vetëm bota huaj, dhe këtë e dëshmon qartë gjendja e mëdheve.
shqiptarët edhe pse ishin mbështetja kryesore dhe vetme e qeverisë turke në Ballkan, çdo drejtim, nuk e ndjen kurrë sa në pak dashamirësinë për kundërzi. Ato provuan masat më të egra e më të pashëmbulla për shtypjen e idesë kombëtare, për çmimin dhe egrësinë, për të mohuar kërkesën për lirinë të shkrimit dhe të gjuhës që të tjerët e kishin fituar me kohë. Lëvizjet që karakterizonin Ballkanin, sidomos në periudhën e Kongresit të Berlinit, ishin një shtypse fuqishme për zgjidhjen e ndërgjegjës kombëtare të shqiptarëve. Veterani u hënë ndryshme e kryesisë lashërisë. Përket lëvizjes së gjatë popullore, kjo lëvizje që u zhvillua me pene me kuq, ndorën e shqiptarëve që botuan traktate politike, vepra letrare e tekste shkollore. Atje që u hoqën dhe për tarina amatosë për shkerimin kombëtar. Gasën të nusin dhe rata e tjere. Krasë të tarëve të njësë rrugën edhe posimet e libër dhe në vonë dhe në Shqipërisë. Në zonën tonë funksionon dhe klubi bashkimi në vitet 1998, i beratës të drejtojnë nga basë duke në nara, i cili e shtriu dhe shërbërin e vetë në gjithë zonën. I njësashtu dhe nga Bukureshti, Stambolli, Selaniki, Manastiri, Sofja e tjera, në përmjet tirgu të Donanasit dhe mollit të tekfore të Kavastat. Dhana nga dhe Sufej, të cilur të torturuan dhe njëni prej fisit të thanëve mbeti në det i mbytur nga rojet turke. Në këtë kohë, sipas të dhënave zyrtare të administratës së shkollës së Gjakut Beratit, në zonën Berat Luq në Fier, kishte 57 shkolla të gjuhës greke, dukeshin fetare, por në të vërtet ato ishin për qëllime antikombëtare të Panarit dhe Mitropolitit Beratit. Kishte gjithashtu 22 shkolla turke. Si shfrytëzoni çdo mundësi për të mësuar nxënës të shkrimit e këndimit, si Jani Minga, mësuesi i popullit, Ikonom Dhima, Papa Isaia, Murat Tazzati, Shehi Ibrahim Karbunara, i cili kishte mësuar dhe kishte rënë në kontakt me familjen e frashëllinjve në Stamboll, Beqir Nova, Koli Sako, Jovan Dreko, Prof. Dani, Theodori dhe Aleko Risto, Petro Muzaka, e tjerë. Një punë të tillë bën edhe mësues të qendrës arsimore në shtatë e lagje të qyteteve si Kovje, Spiro Sagjallari, Tun Gjergji, Elmas Boce, Vasil Gjonqev, Vasil Laskar, Daskal Gjava, Joti e Kristohila e tjerë. Duke u nisur nga porositë e lindrosve, e cila thoshte, çdo shtëpi të shndërrohet në shkollë dhe çdo njeri që ka mësuar shkrim e këndim të bëhet mësues, mjaft nga ata që kishin mësuar shkrim e këndim në gjuhën shqipe në Stamboll, Bukuresht, Berat e tjerë, mësonin fëmijëve të afërmit të tyre gjuhën shqipe, kryesisht me alfabetin e Stambollit. Kështu vepronin familja e Lazar Botës, e Vokopolve, dhe Limovë, Hamid Gjeka në Karbunar dhe Ibrahim Kërçuku ose Gramsci në Gramsci, që kishin studiuar në Zosimea, Kovje, Spiro Sagjallari, Shorkondës, Tun Gjergji në Metan, Daskal Gjava në Divjak, Sanas Lazari, apo Nushi, apo Zegali, Imer Hoxha, Spiro Gjini e tjerë. Kështu, në Mirëzegje ishte krijuar terreni përshtatshëm për të ecur më tutje në forma më të organizuara. Më 20 tetor 1905, patriotët Zojnë Dreko, Jorgji Dhama, Kozma Dhima, Vasil Gjone, Jovan Dreko, Spiro Sagjallari, Tune Gjergji e tjerë, në drejtimin e Kovjës Sagjallarit mundën të hapin 3 shkolla shqipe. Në Ligovsh me mësues Jovan Dreko, Kolkondas me mësues Spiro Sagjallarin dhe në Metan me mësues Tune Gjergji. Por presioni turqëve dhe të ishte i madh. Dhe si rezultat, shkollat nuk patën jetë gjatë, ato u mbyllën në Ligovsh, duke thirrur për këtë mësuesin e shkollës greke në Luqës, Zhak Berdenin, nga Berati, që vinte nga kolonia shqiptare e Romanisë. Me 20 nxënës muslimanë ortodoks, mbi 20 nxënës muslimanë ortodoks, lanë shkollat turke e greke dhe ulën së bashku në shkollën shqipe. Kjo vazhdoi gati një vit më vonë, dhe me ndërhyrjen e egër të administratës turke u mbyll dhe ne biu bashkë të vllana bazë u internuan Janin. Pas një viti që ata u kthyen, shkolla rivjeroi përsëri duke ecur në vështirësi dhe në qendrimet e egër, duke përballuar qendrimet e egër të administratës turke dhe të klerit. Me 23 korrik në 1908, turqit e rinj shpallën kushtetutar, duke dhënë shpresa për disa lëshime që lejonin fillimin e veprimtarive kombëtare. Por që në shtator 1908, ata shpallën
gjuhën turke të detyrueshme për organet shtetërore dhe në shkolla, duke hequr dorë kështu nga premtimet. Megjithatë, patriotët shfrytzuan ato pak hapësira që i cili edhe pse ishte njeri i administratës turke dhe ministari i pasurive të sultanëve, u ngrit mbi interesat personale për të mirën e kombit dhe të dhëut, po ashtu dhe mësuesi Jovan Dreko la shkollën greke dhe u mësuesi shkollës shqipe. Kjo ditë u kthye në një festë vërtet. Kishin ardhur në zonës të veshur si për festë. Prindërit dhe mjaft bashkëtar, nxënësit rritur në klasë dhe prindërit me dritare në derë në orë rreth shkollës. Kjo ishte një fitore e madhe, arsimore, kulturore, politike dhe atletare. Ne me shëqarë të jemi gjithë njemi njohtë dhe do të gjërësojmë për jetë dhe për në tyre. Shkolla e se mbarë dhe numërin zësve që largohashin nga jo, që largohashin nga shkollat e huja dhe vinin në shkollën shqipe shtoje. Për këtë babduda, për gëzotet zënësit, prindrit, mësusit dhe gjithë ata që kontribuan për hapjen e shkollës shqipe. Gazeta Lidhja Ortodokse Mihajl Gramenos shkruante: me gëzim të madh mësojmë që shkolla shqipe që u qenë në Libosh për ditë po përpara. Jovan Dreko njoftonte nëse kohë janë i vruar në mësirë për të ngjarjet të gëzuar që kishin arritur, por edhe për pengesat që sillen në armiqtë e kombit, të cilët ishin ekzekutuar shumë, sidomos nga largimi i nxënësve nga shkollat e huaja për në shkollën shqipe dhe qëndrimin bashkë të fëmijëve të dy besimeve. Në konakut e Nedin Leskovikut u hap dhe klasa për të rritur me mësues Zojën Dreko. Rruga në të cilën kaloi shkolla shqipe në Mysaqe nuk ishte vetëm qëllime arsimore, por me të gjitha atletare. Populli ynë u ngrit mbi problemet e kohës, mbi dasitë krahinore e fetare. Luftuan krah për krah muslimanët krishterë. Në lushnjë lokalin e shkollës e sigurojnë e bi Sefa, musliman. Mësues ishte Zhak Berdheni, ortodoks dhe mësuesi i shkollës greke. Në Libosh lokalin e siguroi Nedin Leskoviku, musliman, dhe në punës e qeverisë. Mësues ishte Uan dhe Zojën Dreko, ortodoks dhe mësues i shkollës greke. Në klasa ulën bashkë nxënës ortodoks e musliman, duke u larguar nga shkolla turke e greke. Kjo tregoi edhe një herë se populli ynë para se të jetë musliman apo ortodoks e a katolik, ai ishte dhe është shqiptar. Këto arritje i egërsuan kundër shqiptarëve armiqtë e tij. Qeveria turke, edhe pse ishte në grahmat e hundit, në fillim të vitit 1910 ndërmori masa të rrepta, u bën mjaft ndjekje internime, burgosje, u mbyllën shkolla, klube, u ndaluan botrime shqipe e tjera. Në këto kushte mbyllet dhe shkolla Liboshës për disa muaj, por hapet përsëri në vitin 1911, duke përballuar me vështirësi, por me sukses pengesat e kohës. Tani, shkolla shqipe kishte fituar mjaft terren. Ishte mbajtur kongresi i Manasirit nga 14 deri 20 nëntor 1908 dhe kishte vendosur njësimin e alfabetit që ishte një vlerë e madhe kombëtare. Ishte hapur shkolla normale e Elbasanit e cila përgatiste mësues me kohë të reduktuar. Ishin hapur shkolla në krahina të ndryshme të Shqipërisë dhe ishte ndërgjegjësuar masa e popullit për domosdoshmërinë e shkollës kombëtare. Shkollat që u hapën në të vërtetë ishin të pakta, por jepnin një shpresë madhe. Ato, siç shkruan profesorë dhe bashkë qytetarë i sistemit, profesor Koli Zoti, ndonë se nuk e sollën pranverën, ato e paralajmëruan atë. Nuk mund të ishin të tillë nëse të bashkonin forcën e penës me krismën e kushkës, shumë të tillë madje edhe të përmasave kombëtare, sa herë flasin dhe veprojnë për shkollën dhe gjuhën shqipe, e vlerësojnë trevën e Mysaqes si trull të kultivuar dhe plot blag, por të kohra të bollshme edhe në fushën e arsimit kombëtar. Vlerësuar kështu pra në këndvështrimin e përgjithshëm të zhvillimeve historike dhe kulturore të gjithë Shqipërisë dhe posaçërisht të kësaj treve, është fare i shpjeguar vendimi i Këshillit Ministror të Qeverisë Poshtatare nga Kongresi i Lushnjës, e cila që në prill 1921, vetëm 2 muaj pas fillimit të qeverisjes së vendit, vendosi të hapte pikërisht në Libosh të parën shkollë të mendshme bujqësore kombëtare, në të cilën do të mësonin, citoj, 60 djem konviktor të ardhur nga Berati, Dibra, Durrësi, Tirana, Elbasani, Gjirokastra, Korça, Mati, Shkodra dhe Vlora.
Më tej lexojmë në këtë vendim të qeverisë se në Libofshë do të hidhen themeret e mësimit bujqësor për gjithë vendin tonë. Në fakt, idenë e një shkolle të tillë të mesme kishte hedhur që në fillim të shekullit 20, intelektuali i njohur i kohës Namik Delvina, i cili që më 1911 përshkruan të plota argumentat e përfitimet që mund kishte zhvillimi kombëtar, nga hapja e një shkolle të mesme të tillë në konakët e shumtë të monastirit të Ardenicës, e cila, siç dihet për shepë me radhë, ka shërbyer si qendër kulturimi dhe arsimimi kombëtar. Por shkolla e mesme bujqësore e Libofshës e vitit 1921 pikërisht pse ngrihej në vajtën e kësaj përvoje dhe mbi këtë shkollë. Më tej, vendimi i qeverisë edhe i nxit në ka më vonë për sërinë e kësaj shkolla e mesme bujqësore e Libofshës, po jo më mirë. Në në shkajtë se qeveria e kësa e problemi në këtë shkolle. Jo zonë, kërë të vendimi i qeverisë, është pjesë atë rëndëmore e shkollave të Ardenicës dhe për të dhe ku mund të punohen e mishte, u ishte e protokolle e tjerë. Me qenë se zona ka një klim mjaft të bukë, kjo shkollë do të jetë një periudhë studimi prej 3 vite. Do të pajishet në për të cilët do të bëhen pionierë të zbatimit të bujqësisë së re në të terrorë. Në analizën e gjithë këtyre faktorëve do të theksojmë se nuk janë vetëm kushtet e lavorës në Evropën të universitetit, por të kultivuar dhe shtuar fillorinë e shkollës shqipe pa i ndarë asnjëherë duke përqërim kombëtar nga ajo përgjithësi. Shteti ka qenë për herë i detyruar të vlerësojë kërkesat për kulturë dhe emancipim shoqëror të popullatës së kësaj tre. Janë në ka do të jemi koç inspektor në drejtorinë e arsimit të lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Deputetët e zonës së Vjetër Brumit janë të lidhur. Ju falenderoj për ftesën, për të marrë pjesë në këtë konferencë emocionuese dhe të rëndësishme. Për mua është një kënaqësi e veçantë që marr pjesë si pjesëtar i këtij komuniteti elitar që i krahin e fortë me kontribut veçantë në zhvillimin e vendit tonë. Kjo është dhe arsyeja e parë që kam mundësi të shikoj këtu që shumë pjesëmarrës kuadro dhe me kontribut shumë të rëndësishëm të veçantë në zhvillimin e vendit i shikoj shëndoshë mirë. Dhe e dyta, kënaqësi e veçantë për temën që ka kjo konferencë, përmes cilës ne përkujtojmë shkollën dhe arsimin, pasi siç jemi gjithë bindur, shkollat dhe arsimi janë mbishërim të progresit, janë faktor të parë dhe kryesor të zhvillimit shoqëror. Do të thosha në të gjitha epokat dhe nuk është e rastit që një patriot kaq i madh dhe shqiptar i shtuar siç është Nei Frashi ka theksuar me të madhe që edhe dritë e diturisë përpara do na shpjegoj. Heroj në luftën për dijen, për shkollën, për barimin e vendit vet. Aq e vërtet është kjo sa që para pak kohësh Banka Botërore që drejton një projekt për reformimin e Ministrisë së Arsimit dhe të shkollës tonë, kërkoi me gëmbulje që të mbyllej Gazeta Mësuesi si organ e Ministrisë së Arsimit në Shkencës me argumentin tonë se nuk ka shembull në botë që një Ministri i Arsimit të nxjerrë një gazetë, të cilën e gazetën e Ministrisë. Shumë nga ne mund duke që ka një shembull në botë, pikërisht vendi ynë ku arsimi, shkolla, arsimtarët, traditat në këtë fushë janë tilla që ka një vend shumë të veçantë dhe shumë të nderuar në historinë tonë, në përbarimin tonë, sot edhe do të ketë mendoj të tillë dhe të ardhmen, ndaj është e rëndësishme dhe domosdoshme që kjo të mbetet. Kyet para në të mirat të mësuesve armatës të shkollës dhe arsimit tonë, se të kaluarën edhe sot. Rasti e soli që një miku im drejtor në Ministrinë e Arsimit, organizatorët Degën e Tiranës, shoqatës Mezofia, që organizon një veprimtari të tillë për ndërtën e 95 vjetorit të hapjes së shkollës tashë shqipe në zonën e Libofshës. Mund të them se ftesa që më bë për të marrë pjesë këtu më ka emocionuar jashtëmase, sepse është një veprimtari që i kushtohet arsimit. Në këtë veprimtari përkujtimore se cili prej nesh mediton dhe sjell ndërmend gjithë ato vite të vështira,
atë mund, atë thirrës, atë sakrificë, atë përkushtim që është dashur që nga hapja e shkollës së parë shqipe e deri sot. Atë punë që është dashur për ecjen përpara të kësaj shkolle, atë punë që është dashur për t'i dhënë më pas fizionominë shkollës shqipe. Sot, Lipofsha e feston 95 vjetorin e shkollës së parë me një godinë të re, e cila do të kururohet pas 2 javësh kur në komunë të festohet 95 vjetori. Gjithashtu, sot, në komunën në Lipofshës ushtrojnë veprimtarinë e tyre 5 shkolla publike, të cilët militojnë 95 mësues të gjithë me arsim përkatës, mbi 1400 nxënës në arsimin tërvjeçar dhe mbi 300 nxënës në arsimin e mesëm. Është një zonë tepër arsimdashëse, nga e cila në 2 orë të universitetit trokasin dhjetra nxënës. Vi vërtet me tepër emocion në këtë veprimtari përkujtimore dhe i uroj organizatorëve që veprimtari të tilla të organizojnë për herë. Faleminderit. Zoti Petro Koçi, që ka fjalë. Vërtet i privilegjuar që mora një ftesë për të marrë pjesë në një aktivitet të tillë, duke shpresuar që nuk ka qenë vetëm arsyeja e statusit deputetit për këtë ftesë. Dua që të shpreh mirënjohjen organizatorëve, sepse unë mendoj se krajina e Myzeqes ka nevojë që të promovohet në identitetin e vet, jo vetëm si një krahinë e urtësisë që shpesh mund jetë konsideruar deri në përullim, por si një krahinë që i ka dhënë kombit shqiptar zhvillim, progres dhe ajo që unë dua të theksoj më tepër është shtet formimi. Dhe në një vend si ky yni, ku historia e shtet formimit është kaq e shkurtër, pra që fillon vetëm nga viti 12, dhe që me të drejtë na jemi bënte thirrje për të parë lulet e tjera, cilët ishin më të vjetra në kuptimin e traditës, mendoj se të kesh një mundësinë premtimit të një 95 vjetori, të një institucionit të tillë, siç është arsimi, një nga shtyllat e formimit të një kombi dhe të një shteti, mendoj se hyn në përvjetorët kampion. Dhe unë dua të rikonsideroj edhe një herë si fat që bëj pjesë sot në ushtimin në thojzaj që po i bën Lipofsha Tiranës sot. Pra jam dhe unë njëri prej jush në këtë ushtim demokratik edhe arsimor. Gjithashtu, përveç kremtimit të shkollës së parë shqipe në Lipofsh, pra në Myzeqe, edhe ajo që u tha lidhur me shkollën e parë kombëtare bujësore, përsëri nga evenimentet dhe institucionet që duhet ngulitur më mirë në kujtesën tonë, jo vetëm myzeqare, por në kujtesën tonë kombëtare. Ka shoqata të tjera, të cilat ndoshta edhe për shkak të krahinave që përfaqësojnë, janë më pak modeste se sa krahinave shoqata Myzeqeja, unë do të aftoja kryesinë e shoqatës që ashtu si sot, por në bashkëpunim me institucionet e interesuara, siç janë sidomos pushtetet lokale, të shfrytëzojnë të gjitha rastet që kultura, tradita, patriotizmi, investimi kombëtar i Myzeqes të promovohet dhe të vendoset në vendin që e meriton. Unë shpresoj se edhe përfaqësuesit e politikës në Myzeqe, bitë e Myzeqes janë në politikë, të jenë solidar me këtë mision shumë të madh. Ky nuk është një mision i ngushtë krajinor,
është një mision i gjerë kombëtar. Dhe unë dhe njerë ju falenderoj për zhvillimin e këtij aktiviteti dhe uroj që të gjej gjithmonë ftesën në tavolinë e zyrës time që të vi nga shoqata MZQ. Faleminderit dhe sukses. Shumë edhe bashkëpunëtor, pavarësisht nga të dyra kemi pasur, shumica punojnë në sektorin e arsimit, pavarësisht se janë MZQ-s. Sigurisht unë e kam pak vështirë të flas dhe ka një drejt morale për moshën që kam, duke qenë pension kështu, që të tregojmë pak nostalgjik, domethënë të kujtoj pak një periudhë të arsimit të atëhershme. Mund të më vënë emrin me një epitet nostalgjik, po kur jem pension si këtë fare se shaj vërtet. Në të drejtën unë për një periudhë gati 15 vjet drejtova fund të arsimit të Rrethvetirit me detyrën e shefit seksionit dhe kam këtu shumë bashkëpunëtorë. Por ajo që duhet theksoj është se ne i kujtojmë me mall të kohë, duke bërë pak krahasime me situatën e arsimit sot që janë lëkundur themelet shkollës. Po ju them vetëm për kuriozitet që rreth i Fierit, që tim dhe shok tjerë këtu, numërohen mbi 55.000 nxënës, zinë të vendin e dytë në Republikë, për nga numri i nxënësve, dhe kishim, mbajmë vetëm një statistikë, 29 nxënës që nuk paraqiteshin shkollë. Kanë të drejtë ta shtojnë problemin ku jemi sot, që numërohen me përqindje mbi 20-30% nxënës që shkojnë shkollë. Nga këta 29 nxënës që ne i dini me emra, se të kujt ishin, s'familje ishin, emër e mbi emër, 3 i patëm në një shkollë. Drejtorin e shkollës e pushuam atëre, për punë të dobët, ku ta dinim ne që ajo të dinim ka si figurë politikë. Me këtë, duhet të them vetëm një fakt, që aspirata e arsimit, si ku do, po në MZQ ishte jashtëzakonisht e madhe. Ishte interesimi i gjithanshëm, në radhë parë i punojësit vetë arsimit, drejtuesve, mësuesve, të cilët me shumë pasion punonin në sektor të vetë. Dhe në ministrinë, në vlerën e kolegjumit, në zytim i thonë atyre, për çfarë çoni ju? Ti ke gatitur këtë. Do të mos i çonim na, po e di dieta tek këtu, dhe po zvin, nëse pas dashamirëse e popullit. Unë me këtë rast shpreh bindjen që mësuesët që janë sot, shkolla prapë ta marrë vetë. Ajo do vinë prapë në binarë të saj, sepse vetë aspirata popullit për arsimin është ti. Uroj gjithë pjesëmarrësit këtu, shëndet mirë të, uroj dhe mësuesët, punojnë sot në arsim. Ta çojnë para ata ditë që u përpoqen brezët e kanë. Faleminderit. Do të përshëndes tani kryetari i komunës të Libovshës, zoti Kolica. Me profesionin mjek nga ajo zonë, ku të shërbyer gjithani njerëzve me shkolla e pas shqipe, nga mësuesi i popullit Jovan Dreko, sot vlerësuar nga Këshilli i Komunës qytetar Nderi, por nuk ishte vetëm Jovan Dreko. Ai kishte për krah ekonom Dimën, mësues dhe komandant Çete, mësuesi i popullit Anastas Laska e tjerë. Dashuria për arsimin në Libovsh ishte e madhe dhe kjo krijoi vazhdimsi dekadash dhe brezësh dhe arriti kulmin me Naum Priftin, i cili arriti që në vitin 33 u bë rektor Universitetin e Tbilis. Por vazhdimësia e shkollës nuk u ndërprer as gjatë luftës dhe u konsoliduan më tepër mbas lirimit të vendit dhe Libovsha me të drejtë mund të krenohet, sepse sot përfaqësohet nga një plejadë intelektualesh në sektor të ndryshëm të arsimit, mjekësisë, veterinarisë, inxhinierisë e tjera. Duke parë sot këtë përfaqësim në të gjitha fushat e jetës me intelektual të zotë dhe nderuar, shikojmë që nuk përputhet zhvillimi intelektual i zonës me zhvillimin ekonomik të saj. Duke nxitur nga ky takim dhe duke vlerësuar gjendjen aktuale të Libovshës, kërkoj intelektualëve të Libovshës të krijojnë një bord ose lop ku të
dhe shëtojnë të gjithë sektorët dhe ky të kontribuojë për zhvillimin e Liboshës, pa parë interesat ekonomike, por të vlerësojmë atë shkollë që kemi bërë të gjithë bashkë, që dijet që na dha t'ia kthejmë sado pak. Mbasi, në datë 23/12/2003, ne festojmë 95 vjetore e shkollës, ju mirëpresim në fest për bashkëpunim gjithë së bashku. I cili me humanizmin karakteristik të vëllezjarit e mundësoj të veprimtarisë. Ju keni parë në fest, keni shoqëria e ndërtimit Shpeli, zoti Aslan Shpeli, i cili me modesti karakteristik të falenderojmë çdo që na shërben, na mbështet, na ndihmon tani edhe të ardhmen për të mundësuar veprimtarisë për të kthyer aty në shoqërinë muzikale. Falenderojmë gjithashtu dhe veprimtarinë e krajinës së muzikës. Paraprakisht, veprimtaria e sotme do të vazhdojë me një koncert të shkurtër artistik nga shkolla e mesme Jovan Dreko e Liboshës, dhe unë paraprakisht do të falenderoj nxënësit që kanë marrë rrugën që janë dhe i kanë ardhur këtu për të mësuar ne, bashkë me drejtorin e shkollës zotin Betaj Zariu, të cilin do ta kamarasim ta falenderoj edhe për të dhënat që unë citova në pjesën e dytë për gjendjen e sotme të arsimit të muzikës, e cila bashkë me presidentin e drejtoreshin e shkollës na kanë nderuar dhe kanë ardhur këtu për të bashkangjitur dhe të ndajmë son në një koncert festiv në bashkëpunim me shkollën e mesme Jovan Dreko në Libosh. Të falenderoj të gjithë mësuesët, veteranë dhe ata që janë, ata që nuk janë më në veprimtarinë e festivës të fushës së arsimit, për të kurorzuar fushën e ardhshme, të cilën për vitin që vjen, sjell mesazhin se Shëqata Muzikale ka atuar një projekt të posaçëm për 7 vjetorin të vdekjes së Ramzit, i cili në muajin maj
ëndra për një alfabet shqip, u a kishë shkrumuar zërat e lindësve, dhe kjo për realitet në Kongresin e Manastirit. Nga i marrë Gjergj Fishtaj, Dremjeta Buravuqi, Gjuvani e shumë të tjerë. Tash ku pranvera po vite edhe në projektin e ngrohtë në Muzeshes. Sërimat e zush do dëgjuan edhe në shkollat e para të kësaj krete. E mësuesit patriot, Kozmat Dima, Kovi Espirosa Qëllari, Jovan Vleu Anastas Laska do të këndonin do këllush të vargjet. Por si kanga e zotës verës, që vanson të linë prilit, por si antit kandjerës, që në mëngjit e trandopilë, por si vana e bregu detit, por si gjama e ndërtis qëtane, por si ushtima e një përmeti, jashtu është gjuha jonë shqiptare. Ne sot krenojnë nga ta pionierë të arsimit Shqip në Muzeshes, që 95 vjetë më parë hapën shkollën e parë Shqipe. E pa dashur të bëjmë historikun në arsimin në Muzeshes, mund të themi me plot për e se një shekull më parë, krenoni Pierre Lushke në Bosch, ishte shtrati arsimor kulturor i kësaj krete, ndërsa në Bosha e Piqëndra. Në këto ditë solemne nuk e letrojnë të përkulemi me respekt para ore mësuesve patriot që luftuan me pushke e pemë për në mëdhenë. Si janë Njinga, Naum Prifti, Zojnë Dreko, Tanas Zadadje në Bisefa, Elmas Boce e Ale Korisa, si të ndaj atyre që kanë shërbyer më parë e vazhdojnë të shërbejnë. Vit pas viti, dekadë pas dekade, shkolla është transformuar nga ana sociale dhe shkencare. Vetëm në zonën e Liboshës sot studiojnë mbi 1800 zonës dhe shërbejnë mbi 100 mësues. Tani jemi si një shekull më parë, ku patrioti Vasil Gjone sillte abetaret e para nga Bukureshti në tas me krip. E si janë njerë kur poetët pajtonin për një shkollë shqipe të mbyllur nga perandonia osmane. Si janë njerë kur na inë të riste, lumja ati o korë që lule, dhe mjeta dhe turte vargjë lapidare gjusë shqipe. Për mizar që shonë për bëri, gjua shqipe më shumë marë. Për mjerë që më nepë së bëri, ka da se janë në mushlanë. Ndërkohë të tjera, ndërdera tjera, ku është të jetën tash të motë, këtë për ty, prezent dhe njera, të primaru në ndëllotë. I këtë gjuhë që janë për djerë, janë të bukra në të lene, por prap kjo si djelë papire, për mu e kanë bëndere. Gegë tosë, mërzia lia, janë një komë në tasë dëranë, funde marë një ashtë Shqipnia, e një qutë qitë në bashkonë, qoftë mëllkue ku shqet nga të njëre, ndër këto lasë shoqë në shoqë, ku shëndanë me fjallë shkrime, që ka natura, vetë për poshë. Tani jemi më vasal të perandorive pushtuese, si dikur.
mësuar. Duke prekur në majën e këpucës, njëri nga shkencëtarët thotë: "Ky është tërgjyshi i ardhutës që kemi sot." Ardhuta, kur dëgjoi këto fjalë, nga brit madonit e pa vëzë. Nga gëzimi zemra e mrit, ndoshta mund të bëhe edhe mbretëresh. Rrugës nga kon një elefant dhe i thotë se çfarë ki dëgjuar. Kur si unë ka një kaluar, hyllit do t'i them një të vërtetë, se luani nuk ja vlen për mbret. Elefanti qeshi: "Ha, ha, 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 saltun të dheu, mos u mund në kot, ardhut, dheu, më mirit, mund të bëhet mbret, një zbarranit." Kur një familje vleu një makinë, atëherë babai pyet: "Sa kilometra ka për makinë?" Dërsa mamaja pyet: "Ama, të keqin, çfarë mirë është makina?" Kurse vajza pyet: "Tani, ka pasqyrë, krokane, apo konvekse?" Dërsa djali pyet: "Papi, dërsa në etën, papi, po shqecim me më, ishte i komshis." A i tha: "Ku e gjithë gjithë të parak të mëre, që blen këtë makinë?" Faleminderit.
Jemi të pjesëve të gjatën, po janë sekrete familjare.
I falenderojmë edhe një herë të nxënës të mrekullueshëm të shkollës jo publike në Manin, në Flier dhe të shkollave të Liboshës për freskinë e kenës. Të falenderoj sinqerisht mësuesit pasionante të kësaj shkolle. Ju urojmë suksese në këngë, në valle dhe në mësime dhe t'ju urojmë një tjetrit më mirë dhe më bukur në 100 vjetore në shkollën bashkë. Faleminderit. Vazhdojmë veprimtarinë në një koktejl në salonin. Pakistan.